Nëse ishe që nga gjumi edhe i kishe gjetë 1 milion euro, qka kishe ble? I kisha vo rëshe kumla. Kjo është pyetja për videon e sotit, edhe unë e ku mund mendimin e juve që keni komentu në storyn tem në Instagram, pa e follow Hamza Betici5, linkin e keni pu në description, edhe tash kam i këshyr unë menimet e juve, kam e reagun menimet e juve, kanë menime kreative, interesante, qesharoke, apo ku e di une, po kena me shku bashk, kena me i lezu këtu në video. Para se me vazhdu me videon, ju kisha lut me bu like, edhe nëse ki mujt me gjithë kohën me komentu këtu, atëherë komento po kësaj video se qysh i kishe shfrytzu 1 milion euro. Nëse ishe qupi gjumi, kishe po pran krevetit, edhe do të mi hargjit ato se veç mi majt në regal nuk shumon. Po tash na kena me i në Instagram, kena me i ledzu, kena mor edhe pyetjen nga posti në YouTube. Kështu që subscribe, notification mos ju hik asnjë post. Shkojna me një koment ku komenti i parë është e ka myt tjetër foton ekstrema i fort edhe anonim. I kisha vo rëshe kumla. Okej, kjo është një koment që sharak edhe është real njeri që ajo po m'pëlqen, që ka kaldu drejtën, Allah, vap 1 milion euro. Rëshe kumla i kisha vo. Për ato që si kuptojnë fjallën rëshe kumla, për 24 orë, Cuculik, tinga, do me thonë, për 1 milion në 0. Okej, bravo për sinceritetin. Emrin ton like i djali. A qika, ku me di qka, veç e ka bo anonim. Ta me kina një prej dini underline 881. Kish kua në haq. Kush kish ku në haq? A mëse... Kush kish ku në haq? Kish shkua në haq. A kisha shkua në haq, nështë ta ka dasht me thonë. A po, për një a që ti se vë, fjalla kisha bët kish ku në haq. Ama kush kish ku në haq? Definoj jo, përbojnë a i gare se... Ja, jop na kuptimin vetë, hiq pa e shkrit ki, kisha shku në haq. Dhe me thonë, ki dini ka thonë kisha shku në haq. Dhe me thonë, është një menim. Wow, ma kreativ se që ka ma interesant se që ka nështë ta s'kish mujt mu konë. Edhe pse haqi këtu në Macedoninë e Veriut do këtë është 8.000 euro, mës gabofsha. Për që mësi i ki 1 milion i merë dhe 5.000 me veti, 2-13.000 evra i bin, edhe të projnë shumë në qko, por e tjera ka i kishe qu. A kishe bu donate në live stream të Hamza TV, se shumë kanë më të pru. Ama, që kjo me haqën përqeti shumë. Respekt të dini, atë din, atë shëpote, respekt të din. E kështë në një tjetër... Okej, edhe kjo anonim është. Ku i kisha... More edhe hik. What? Really? Qysh i kisha more edhe hik? Po ti si ki grafis, bro? Okej, shpar përgjigja, ma e ka keq kuptu pyqen. Ka menu më si ka grafit porë dikon edhe dushk me hik se e pas ka keq kuptu, të me thonë nëse në dhomën tone ishe që prej gjumi kishe gjithë 1 milion euro. S'ki nevoj me hik se është në dhomën tone është i posedon ti ato, është prone jotja. I kishe shfridzu që është donë ti. Nëse ki pak men. E nëse s'ki, shkon, rëshe kuma. Kome i ti, rëshe kuma, pa vlog. Një me i shaknos, për 24 orë kisha jetu si king. Mbret. Ama mos 24 orëve, do të më që në gjaj sa vajt, me gra punës se, do të me nëse dinarit. Ama të shkër kisha grabit, kisha hik. Okej, adone pa tha ma pete ka nga tru pyqen, kështu që pyqja u kanë në dhomën tane. Jo në soka, dikun. Okej, si të që t'ja s'korine, të ne kena një prej underline bedr, një underline bedre. Përshëndetje. Hamza, gjë e parë që dhe kisha bërë është dhe filloj një projekt filmi me shifrat të larta. Shumë e thjesht. Me investu, me sjell projekt, edhe projekti me u shfaq ka shqiptar edhe më gjërë. Shtu që edhe une, përveç që kisha shku vete, printe me, vloj, mundra, kish me shku në haqë. Mirë po edhe tjerat, normal që kisha investu, kisha bo... As Mr. Business kish bo video ma të fort, adaj. Bime 1 milion, kalëzoj si qfar projektit kisha bo une. Veç aji që investon 1 milion euro se. E kishe bo qfar projekti kish do. Okej, të shkojna pak nga
YouTube posti. Kush më ka subscribe i ka notification që kum bu post. So që subscribe mos me të hubas një post. Eli Flower. Ja kisha fut gjuma pet. Ki koment në ashta maj forë se në shekulla. Saj që ka bërë në shekulla ka jetu si king. Si mbret gjatë 24 orëve. Po ki? Ja kisha fut gjuma pet. Ki me sop me nën që është nëndër. Edhe u ka që jerëm ja fut gjuma pet. Ti lo shkoman e paske menu e paske shtin true, logikue. Edhe paske bu një super kështu mesazh. Se do me thonë kur kush tje parët pa punu. Okej, nice. I paske thonë kuptim edhe ti qësaj pytje. Kuptimi ka thonë lo shkomanit, bo mu se sinqer. Tërna e kina një prej Rejan Pajaziti. Një Lamborghini edhe iPhone 17. King be Lamborghini Urus. Edhe iPhone 17 me ngjyrë protokolli. Protokoll iPhone 17, Lamborghini Urus, edhe si të kishin me tjerat, kisha ble do karamela që ati këtu, sa më s'me thonë që s'kum ble kur gjo me hongër. Ose ka një hamburger që kisha qaros shufi. Jeheriza, mas pari gjysën e pare prinderve. Përshet? E tjerat i kisha thonë për ato që s'kan edhe disa për vete. Mirë po le shkoman. Shpresojmë që t'jesh i sinqert, shpresojmë që ta kishe thonë këtë koment me loçkën e zemrës. E shpresoj që se ki thonë veç për publik. Veç që e ki di që nashta të nxjerrë komentin në YouTube, me një video në YouTube, edhe e ki thonë veç sa për publik me rëmë sytë mirë. Inshallah e ki thonë me loçkën e zemrës. Komenti ke i mirë, njeti ke i mirë, ama nëse kish ndodhë t'i ato 1 milion euro, a ish e realizu që ki njetë. Ja, jemi qartë. Se ka plot që si komente që mund me thonë. Që për shumë a loçka realiz lo, rrëshë kumla. Dang, tingal masanena, cu likmet. Ama edhe ti shpresojna që je real. Ose Barcelona. Nëse vore palide po. Okej, ti realiza shpresojna që ti shreal. Komento po që soj videos, a e ke bu qëtë koment me loçkën e zemrës. E kena një prej tan, një underline RBLZ 12. Okej, një username. Okej. Full setup gaming. A nuk kishin të pru loçkomana? Setup gaming okej? Që 50.000 euro, hajde, edhe pse janë shumë, po që zene 50.000 euro. Edhe 950.000 tjera. Setup gaming se nishte ato 950.000 tjera, ove. Ama, okej. Nashta e ki nëndër me bo një setup gaming. Kjo po më pëlqen shumë. Mirë po se ki kuptu, se pas ki kuptu pyqen. 1 milion euro full setup gaming. Na bro! Ti mund është me morë kompjuterit me grafikën ma trej që eksiston. Monitori ma i ri që eksiston. E tastiera ma usi këto në ndëgjusë me spolna. Mirë po. 1 milion euro me full setup gaming. Komentoni ju tjertë, ju duket e legjishme kjo, se i kisha gju që tak maksimum i kisha gju 50.000. Po, ajde që pezojna edhe 100.000. Po 900.000 buta në rumullak kishin mejt në gjep. Ha? Shë. E më në shkomonët e mi, po du ju e tjeve me ju vetë. Që se kanë pot mundësi me komentu të posti që me dalë në video. Nëse ju i kishtë gjetë 1 milion euro, ishtë qupi gjungme pran krevetit, i kishtë gjetë 1 milion euro. Qështë i kishtë shfrydzu?